Goceri, do ta nisim nga tarifat. Ka një përplasje mes presidencës dhe kryeministrit, qeverisë. Një pjesë e mediave kanë cilësuar dhe si fundin e një jarë pushimi, pasi presidenti Vjosa Osmani kërkon që të hiqet tarifat ndaj SBA-s, pas atyre që vendosi SBA-ja, pra si kundërpërgjigje. Ju si mendoni, kush ka drejt këtu dhe mendoni që do hiqen tarifat? Mendoj se presidentja ka drejt. Tarif Amerikës nuk është dashur të vendos Kosova fare, pa marrë parasysh veprimet të cilat kohëve të fundit apo dje ndërmori presidenti amerikan, duke vendosur tarifa për 60 shtete të rrugëzimit toksor, aty nuk përjashtoi edhe Kosovën dhe Shqipërinë, duke vendosur një tarif, unë konsideroj modeste, prej 10%, dhe mendoj që në këtë rast populli shqiptar është privilegjuar me tarifat kur krahasojmë se Shtetet e Bashkimit Evropian të gjitha kanë një tarif prej 20%, derisa në import të veturave apo makinave është caktuar tarifa 25%. Pra na mbajti me hapër. Po, sigur, mendoj që kësaj radhe presidenti ishte dorëshlir, apo na mbajti me hatër popullin shqiptar, sepse përndryshe nuk mendoj që kjo tarifë e ulët prej 10% do të aplikojë për Kosovën dhe Shqipërinë në këtë mos, meqense se raportet e kryeministrit të Kosovës dhe sjelljet e kësaj kryeministrie me Amerikën vërtet kanë qenë inekzistente, apo me thonë mas miri raporte shumë të këqija. Sa është humbja e Kosovës nga kjo tarif, edhe sa është tarifa që Kosova u vendos mallrave që vijnë nga Amerika? Po, Kosova ka pasur një eksport në 2024 të mirë, por edhe atë vetëm fal eksportit të dyshekve, të komodita home, apo devolli kompani, përndryshe Kosova nuk ka ndonjë eksport në vlerë të lartë me Amerikën, kryesisht eksporton ver, alkohol, pije, diçka ushqim dhe dyshek. Vlera më e madhe, por kohëve të fundit për shkak një problemi që devolli kompani ka pas diçka rreth çmimeve, ka pas një problem edhe ka ra bukur shumë eksporti me Shqipërinë. Njëjtë edhe importi i produkteve amerikane në Kosovë nuk zem do një vend të rëndësishëm, prandaj konsideroj se tarifat të vendosura nga Kosova për mallat amerikane janë fare të parëndësishme dhe duhet të heqen, derisa tarifa amerikane besoj që do të ekzistojë, do të jetë e vendosur, por meqense është tarifë e ulët, edhe le të jetë ashtu, sepse nuk do të vendoj, nuk do të ketë ndonjë farë rëndese të madhe për produktet të cilat i eksportojnë drejt shtetit amerikan. Përveç goditjes në ekonomi, mund të ketë dikim tjetër kjo tarifë 10%? Nuk mendoj, unë mendoj që mund të jetë një vrejtje për ekzekutivin e Kosovës, për ekzekutivin që po vjen, për qeverinë e ardhshme, sepse kjo qeveri tani veç është jo funksionale, edhe është në shkurje, është qeveri në dorëheqje, apo është dashur të dorëheqet, por ajo ende ekziston, dhe në këtë moment unë mendoj që kjo qeveri edhe është e pafuqishme të heq masën doganore dhe përqinshin që ne e aplikojmë për Shqipërinë, por për Amerikën, por do të presim qeverinë e re, edhe pastaj ajo do të veprojë, dhe jam i bindur hapat e parë, apo vendimet e para që do t'i marrë qeveria e re, duhet ta heqë taksën apo tarifën doganore për mallrat e eksportuara drejt tregut amerikan.